ndrushme, kështu duket. Veçse ju kanë akuzu, domethënë Albin Kurti në vazhdimsi gjatë krejt kësaj fushate e akuzon ish opozitën për dërgimin në gjykatë kushtetuese të ligjit për çmimet tavan. E keni blloku mundësinë e vendosjes së çmimeve tavan. Që po i kthejmë asaj. Po këto që isha duke thënë, dy ligje fundamentale që krijojnë atë parashikueshmërinë e investitorëve, ligji për investimet të jashtme që garanton investimet e jashtme, që s'mund t'ia tjetërsoj askush. Edhe ky tjetër për zona ekonomike që jep diskrecion edhe komunave që ato të shfrytëzojnë tokën e tyre për qëllime ekonomike, bëhen bashkë me një ligj për investimet qëndrueshme, dhe nëse shihni me kujdes ligjin për investimet qëndrueshme, ka aq shumë diskrecion të qeverisë atë në përcaktimin se kush merr asete publike, tokë, azama ose etj, për të bërë investime, saqë asnjë investitor serioz nuk i hyn asaj. Nuk i hyn asaj. Është deformim i skenës politike. Bllokimi apo dërgimi i çmimeve tavan, ligjit për çmimet tavan në gjykatë kushtetuese e ka gojën plot kryeministrin në detyrë Albin Kurti, pikërisht për këtë ligj. Që keni blloku. E sot ankoni për çmimet të larta. Sipas ti. Tash po më tërheq për gjuhë, më thonë që ky s'merr vesh në ekonomi. Po tërheq për gjuhë ti thuje, mandej. Qartë, po me pak humor po e them, po ekonomia e tregut në Kosovë është e garantuar me kushtetutë. Nuk ndërhyn dot. Mund ndërhysh nëse është një situatë e jashtëzakonshme. Ndryshe jo. S'mund është me i përcaktu çmimet e produkteve në treg. Përveç produkteve ose shërbimeve që janë natyrës strategjike. Ne normalisht ta rregullojmë çmimin e energjisë, ose çmimin e ujit, ose çmimin e të mirave të tjera që nuk ofrohen në tregun e hapur. Qoftë publik ose privat. Tjera çmimi i rregullon tregun, ne duhet punojmë. Çka ka ndodhur tash? Nga dalja në tregun e hapur të bizneseve, fatura e energjisë elektrike për një biznes prodhues është 3 fishu. Mesatarisht është 3 fishu. Edhe çka ndodh tash? Krejt bizneset e Kosovës, bizneset prodhuese në veçanti, bën jo konkurrente me bizneset që janë në Shqipëni, në Maqedoni ose në krejt vendet e tjera. Është jo konkurrencë sepse energjia elektrike është gati përbën pjesë konsiderueshme të kostos së prodhimit. Kur trefishohet ajo, ti nuk mrin me prodhu asgjë që me qenë konkurrent me vendet e tjera. Dakord jemi, edhe për fat keq na jemi vendi këtë argumentin tim. Edhe me lidhje me diskutimin që pata më herët. Nëse fokusi do ishte në krijimin e kapitalit shoqëror, me infrastrukturë të mirë, me shërbime të mira, në mënyrë me mrime i zvoglu kostot e funksionimit, të operimit të bizneseve, ne do rrisim ekonominë, ne do ishim shumë më konkret në tregun vendor dhe në tregun ndërkombëtar. Kjo situatë ka ardhur duke u përkeqësuar me kalimin e vitit, jo duke u përmirësuar.